أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون فمن شهد منكم الشهر فليصمه صدق الله العظيم. Të nderuar vëllezër musliman, ky është një ajet i Kur'anit Azimushan, i cili i zbriti Muhammedit alayhi salam. Me anë të këtij ajeti u bë farz agjërimi i muajit të Ramazanit, ku Allahu xhalleshanuhu thot kështu në gjuhën shqipe: O ju që besuat, agjërimi u është bërë obligim, sikurse që ishte obligim edhe i atyre që ishin para jush, kështu që të bëheni të devotshëm. Në vazhdim, tjetri ajet vazhdon e thot në këtë mënyrë: ai që prezanton në këtë muaj i gjallë dhe i shëndosh, gjithçysh le të agjeroj. Ndërsa edhe Muhammedi alayhi salam thot në hadith: Buniyal islamu ala khamsin, shahadati an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadan rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa hijji wal hajji wa sawmi Ramadan. Ku në gjuhën shqipe ky hadith don të thot kështu: Islami është ngritur në 5 shtylla, dëshmia se nuk ka zot tjetër përveç Allahu xhalleshanuhu dhe se Muhammedi alayhi salam është i dërguari i tij, falja e namazit, dhënia e zakatit, agjërimi i muajit Ramazanit dhe kryerja e haxhit. Të nderuar vëllezër musliman, e kemi për obligim që të mbajmë një ligjërat vajs për vlerën e agjërimit të Ramazanit. Duhet që të njohtohet popullata islame se çka është vlera e agjërimit të Ramazanit, çfarë sevapi ka ai që agjeron, si qëndrojnë raportet, lidhjet e atij me Zotin xhalleshanuhu, çfarë qëndrimi ka Allahu xhalleshanuhu ndaj atyre që agjerojnë, vlera dhe pesha e agjerimit si në aspektin fizik, ashtu edhe në atë shpirtëror, dhe sevapi i atij për në ahiret. Do me thanë, kryerja e këtij obligimi don të thot fitim i madh në çdo aspekt, por më e madhja është me nderimin dhe respektimin e këtij urdhri hyjnor, nderojmë dhe respektojmë Allahun xhalleshanuhu. E kur dikush nderohet dhe respektohet, ai kënaqet, por edhe në këtë rast, kur ky urdhër i Allahu xhalleshanuhu nderohet dhe respektohet, ta dim se kemi nderuar dhe respektuar Allahun xhalleshanuhu, kemi fituar kënaqësinë e Allahut xhalleshanuhu. Pra, të nderuar vëllezër musliman, rëndësia dhe vlera e agjërimit shifet edhe nga vet hadithet e pejgamberit alayhi salam, ku thot: Kullu amel ibni Adem lehu illa sawm, fa innehu li wa ana ajzi bihi, ve sawmu junnetun. Çdo vepër e bijve të Ademit është për ta, përveç agjërimit, ai bëhet për mua, pra për Allahun xhalleshanuhu, dhe unë shpërblej për te. Agjërimi është mburoj. Ndërsa në një hadith tjetër thot Muhammedi alayhis salam:
Inne fil gjenneti baben yuqalu lehu er-rejjan. Yadkhulu minhu as-sa'imuna yawm al-qiyamati la yadkhulu minhu ahadun ghayruhum. Vërtet në xhenet është një derë që quhet Rejjan. Në për të hyn vetëm agjerusit ditën e gjykimit. E askush tjetër. E kur të hyn agjerusit mbyllet dhe askush nuk mundet të hyjë jashta atyre që kanë agjeruar muajin e Ramazanit. Në një tjetër hadith thot pejgamberi alayhis salam: Men same Ramadane imanen vahtisaben gufira lehu ma taqaddama min dhanbihi. Ai që agjeron muajin e Ramazanit, tu patur besim dhe tu llogaritur në falje, i falen ato gjunahe çka i kanë kaluar më përpara. Këto ishin disa nga hadithet që flasin mbi vlerën e agjerimit. Pra, të nderuar vëllezër, moskryerja e këtij kushti ta dijmë dhe të jemi të bindur se do të dënohemi edhe në këtë botë, por dënimi edhe më i madh do të jetë në jetën tjetër në ahiret. Çka do të thotë mos nderimi dhe mos respektimi i urdhnit të Allahu xhalleshanuhu? Ajo do të thotë hidhrim i Allahut mbi qenjen e tij, mbi njeriun si krijes më të përsosur. E atëherë neve, pra, kujt do t'i lutemi për falje, për jetë të lumtur, për shëndet, për pasuri, për fëmijë të hajrit dhe për shumë sende tjera. E kur e dim se të gjitha këto janë nën kompetencat e Allahut xhalleshanuhu. Ky kusht i Islamit kryhet në një kohë më të përshtatshme, më të shkurtur dhe në një kohë që nuk ka punë të rënda fizike bujqësore. Të nderuar vëllezër musliman, njeriu kur vendos çdo gjë i duket e lehtë, por sikur me qenë edhe mu në pikë të verës agjerimi, sepse atë e kemi përjetuar neve, por edhe ato që janë më pleq se neve. Muhamedi alayhi salam në lidhje me agjerimin thot: agjeroni do të jeni të shëndosh. Agjerimi është gjysma e durimit. Për çdo gjë ka zeqat, kurse zeqati i trupit është agjerimi. Ibnul Qayyimi thot: agjerimi ka ndikim të madh në ruajtjen e organeve trupore dhe atyne të mbrenshme shpirtërore. Si mos jetë kështu, kur dihet se sipas hadithit të Muhamedit alayhis salam, ena ma e keqe është barku i njeriut që ai e mbush pa mas. E mbush pa mas të caktuar dhe kur nuk i jepet rasti që të pushoj. Imam Gazaliu thot për agjerimin: agjerimi është pastrim i shpirtit dhe trupit. Agjerimi si ibadet, adhurim ndaj Allahu xhalleshanuhu, pra të nderuar vëllezër, na i fal shumë gjunahe që i kemi bërë më përpara. Pra, atë e cekëm pak edhe më përpara që Muhamedi alayhis salam thoshte në një hadith të vetin: men same Ramadane imanen vahtisaben gufira lehu ma taqaddama min dhanbihi. Kush e agjeron Ramazanin duke besuar dhe llogaritur në falje, atij i falen gjunahet e kaluara. Pra, të nderuar vëllezër, për rëndësinë dhe vlerën dhe obligueshmërinë e agjerimit kemi shumë të flasim, por na do ta lojmë me kaq që të jemi më të kuptueshëm.
Tash të shohim se kush duhet që të agjeroj. Duhet që të agjeroj ai që është musliman apo muslimane, ai që është i shëndosh, që është moshrritur në bylyk dhe të jetë i pastër, mos jetë gjunup, dhe gruaja të jetë e pastër nga hajzi dhe nifasi, menstruacion, pastrim mujor apo pas lindjes së fëmijës. Përndryshe, krejt të tjerit e kanë për obligim që ta kryen këtë kusht të pesë të Islamit, që të realizojnë dhe asesi nuk lejohet që të luhet me nderin dhe autoritetin e këtij kushti që e posedon te Allahu xhelleshanuhu. Të nderuar vëllezër dhe motra, të kemi kujdes dhe mos luajmë me urdhrat e Allahu xhelleshanuhu, sepse do të kemi dënime në këtë botë, por më të mëdhajat do të jenë për në ahiret. Është më katastrofale nëse hajmë e pijmë ashiqare. Duhet që të turpnohemi nga njerëzit, por më tepër nga Allahu xhelleshanuhu. Sepse ajo vjen në atë formë si me i shpall luft Allahu xhelleshanuhu. A mëshefësia është tjetër kategori e azabit. Ky nder dhe respekt duhet t'i bëhet agjerimit edhe nga ato që kryen shërbime publike, si çajtoret, kafiqet dhe restoranet, mos të punojnë brenda ditës, por pas iftarit. Mos mendojmë vetëm që të fitojmë, por ajo qoftë halal apo haram, sepse halali e dim se si mbaron dhe ku përfundon, ndërsa e dim edhe harami se si mbaron dhe ku përfundon. Ai i cili agjeron vetë, ndërsa të tjerëve u përgatit për Ramazan që të hanë e të pinë, e kur i sheh se ato janë të shëndosh, atëhere edhe agjerimi i atij njeriu vihet në pikpyetje. Pra, me një fjalë, agjerimi, të nderuar vëllezër, ka vlerë shumë të madhe, kurse mos agjerimi ka pasoja të mëdha, sepse kemi thyje urdhnin e Allahut dhe në ahiret do të kemi dënim shumë të madh. Zoti xhelleshanuhu na udhëzoft, na vetëdijsoft dhe na mbjellt dritën e imanit në zemrat tona, që ta respektojmë këtë urdhën të Allahu xhelleshanuhu, ti rekemi, ti kapemi kësaj pune me seriozitet, në qoftë se dëshirojmë që ta kemi ndihmën e Allahu xhelleshanuhu si në këtë botë, ashtu edhe në ahiret. Wassalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Të nderuar vëllezër, ju përshëndes me përshëndetjen islame. Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu. Vëllezër të nderuar, të diellën më 20 dhjetor është dita e parë e Ramazanit, muajit të agjerimit dhe ibadetit, muajit në të cilën ka zbritur shpallja Kurani Azimushan. Ky është muaj në të cilën njeriu ka litet për të sfiduar shpërthimet e emocioneve dhe epsheve, për të zotruar vetveten dhe për të qenë i përgatitur për t'ju përgjigjur thirrjes së Allahut xhelleshanuhu. Agjeroni, kjo është më mirë për ju. Gjithashtu, besimtari duke agjeruar gjithsesi në përputhshmëri me dispozitat e tij, më së miri kultivon
besnikrin, sinqeritetin, solidaritetin dhe kënaqësinë ndaj krijuesit të gjithëmëshirshëm. Është ky rast ideal për të arritur një shkallë të lartë të devotshmërisë, që është në të vërtetë pikësynim thelbësor i Ramazanit. Duhet të kemi nder dhe duhet ta kemi ndërmend se Islami është fe e paqes, fe e dinjitetit dhe mbi të gjitha simbol i moralit të lartë të jetës njerëzore. Njëkohësisht, Islami lufton kundër çdo të keqe, çdo padrejtësie, përbuzje e tiranie. Duhet që të përpiqemi që maksimalisht që të shfrytëzojmë begatitë e këtij muaji përmes ibadetit të sinqert, në aspektin shpirtëror dhe fizik, që e bëjmë gjatë këtij muaji. Merhaba o muaj i pendimit, i mëshirës, i faljes dhe shpëtimit nga zjarri i xhehenemit, muaj i agjerimit, muaj i fetores së Bedrit, muaj i çlirimit të Mekës dhe muaj i Lejletul Kadrit, natë e cila është më e vlefshme se 1000 muaj. E lutim Allahun e gjithëmëshirshëm që të na i pranojë ibadetet dhe lutjet tona, të bashkojë zemrat tona, qëllimet tona, kërkojmë ndihmë nga Allahu xhalleshanuhu, që në të ardhmen e afërt të gëzojmë lirinë, paqen dhe unitetin. Zoti xhalleshanuhu të na mëshirojë dhe të na bekojë, siç e bekoi këtë muaj me shumë begati. Zoti xhalleshanuhu për hir të këtij muaji i përforcoft zemrat e atyre që luftojnë për liri të vatanit të tyre, për të lartësuar fjalën e Allahut, fjalën e Islamit, e në veçanti u ndihmoft vëllezërive tonë në Kosovë që luftojnë për liri të vatanit të tyre. E lutim të gjithëmëshirshmin Allah xhalleshanuhu që të na ndihmojë ashtu si që u ndihmoi muslimanëve në luftën e Bedrit, që u zhvillua në muaj të Ramazanit kundrejt idhujtarëve, të cilët ishin në krahasim me muslimanët shumë e shumë në numër dhe në pajisje luftarake, por kur deshti Allahu xhalleshanuhu, muslimanët korrën fitore në atë luftë. Urime nga shpirti dhe zemra muajin e bekuar Ramazani Sherifin, në emër të muftinisë së Kërçovës dhe në emrin tim personal. Ju dëshiroj agjërim të këndshëm dhe të lehtë dhe me bereqet. Ju dëshiroj të nderuar vëllezër që këtë muaj ta kaloni sa më mirë, ta pritni për shumë mote e jetë të gëzuar dhe të bashkuar, të kapemi për rrugës së Allahu xhalleshanuhu, të kapemi për halalit, të largohemi prej rrugës së haramit, prej rrugës së drejçit, nëse duam që ta fitojmë ndihmën e Allahut xhalleshanuhu. Edhe një herë urime nga shpirti dhe zemra dhe për shumë mot e jetë ta presim këtë muaj të bekuar. Vesselamu alejkum ve rahmetullahi ve berekatuhu.